Fakte me Adnan Merovcin për krahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips, Lesna ndërtimi dhe Medika. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në pjesën e dytë tani të emisionit për veprimtarin Gani Koci. Në pjesën e dytë do të flasim për angazhimin e Ganës në Lidhjen Demokratike të Kosovës, Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe vlerësimet për mikun e tij të ngushtë Adem Jasharin dhe komunikimet e Ademit me zyrën e presidentit Rugova e shumë të tjera. Pa humbur kohë, ju ftoj ta ndjekim bashkë bisedimin dhe rrëfimin unik me veprimtarin Gani Koci. Pjesa e dytë e zhvilluar kohë më parë në studion Fakte. Ganë vim deri te lirimi juaj fillim vitet e 90-ta, ku ju delni dhe gjeni Kosovën, keni pas informacion, e di se keni përcjell dhe sa keni mujt e krejt, megjithatë e gjeni një situatë pak dëbrisht, me një, le të themi, hegemoni shfrenuar serbe, por një homogenizim i shqiptarëve. Bile edhe këto erna demokratike kam prek fundi luftës ftoftë, rënimi i murit Berlinit e tjera, po edhe margaritar shqiptare kryesisht Kosovës, lëvizja pajtimit gjaqeve si s'duhet me mohu, protestat e minatorëve, andej këto Ogurzeza me helmim të nxënësve, tjera, por megjithatë politikisht shqiptar të konsoliduar dhe ju po e gjeni një thojza, një treg politik me një treg gërmsh, një partije kogja horizontale që quhet Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe ju që në një moment keni menduar që duhet me filluar prej pjatës së ushqimet në mes, po i gjoni Kosovën në një gjendje të tillë dhe domosdoshmërisht ju jeni me qatë gjak që po doni me u kyç në qëti ingranazh, le të themi, dhe me i kontribue çështës Kosovës. Dhe kështu unë kuptoj, kështu mendoj që ka qenë, ty filluar prej simbolit qendresës Adem Demaqit dhe gjithë juve pastaj në liri, le të themi, Gani Koci çysh e ka pa Kosovën kur ka dalë prej burgut dhe perspektivën për me i shty çato ide, sepse kauza ka mbet për gjys matuti. Adnan, pas daljes nga burgu, ne e gjetëm një homogenizim të popullatës tonë, që për neve ishte një nga kushtet dhe kriteret që e kemi kërku këte. Sepse po mos të ishte kjo, ishtë dash nështë nga fillimi me fillu diçka në një formë tjetër, me ardhe kjo. Dhe për neve ishte kjo, si me thonë, ishte një përparsi që ne të fillojmë aktivitetin në angazhimin ton ato ku ishte shumica e popullit ton. Dhe absolutisht askush ason nuk jemi pishmon atë pse jemi angazhu në këtë formë, në këtë mënyrë të organizimit të popullit ton. Dhe ne kemi thonë që ne s'kishim shku, që shme thonë për nga ideja, qëllimi, ne s'kishim shku të ta. Ata kishin arë të ne. Ata kishin arë në qëllimet tona. Ata kishin arë në ideet tona. Ata kishin arë në synimet tona. Dhe me që ata kishin arë në synimet tona, ne sigurisht gjetëm të gatshme ato. Dhe fillum aktivitetin me mundësit tona, angazhimin ton, në atë formë të organizimit. Dhe me to drejtë ne kemi pas një që me thonë një strumbullar, një emen, i cili edhe para kësaj na ka frymzu, emni Adem Demaqit, dhe në biseda me the, gjithmonë ka thonë, ble bacë që atu ku janë tonë. Dhe atu ku janë tonë, kemi qenë edhe ne. Kemi qenë edhe ne deri në momentit kur e kemi pase bashkë tonë s'po menojnë si na. Asna si ata, po duhet një formë tjetër e veprimit. Dhe këtu s'ka kur gjë të keqe. Absolutisht s'ka të keqe. Po duhet një formë tjetër veprimit. Ne pas kemi qenë pak ma radikal, po mirë që kemi radikal. Mu më kujtojt kur patar me më vizitu Femila Drovci kur dolla nga burgu, dhe ma heret ka dalë, tha, të nata nuk di që ka po pojnë, tha tonë një në tek vesh një parti. Tha duhet mi pas edhe një parti, tha ekstreme, që e lypë, tha derit e nish atje teritorin. Tha dhe mu balafaqu me këto, tha, me gjeta një mesin. Edhe këto, mirë që ka pas një grup radikal, mirë që janë radikal, mirë që janë radikalizu, mirë të të ishte tonë në atë kuptimin, po që, në fundit, nuk ka dëmtu edhe kjo pjesa tjetër.
Dhe në moment që fillon me dëmtu kjo pjesa që s'është radikale, atëherë është e keqe. Atëherë fillon tragjedia, se fillon një farë konfliktin mes kësaj pjese dhe pjesës tjetër. Fatmirësisht, edhe pse ka pas kontradikta tilla, nuk ka pas një luftë tillë mes këtyre dy grupacione. Ti kthehemi fillim viteve 90-ta edhe jetës, le të themi, në Kosovë, ku jetë quhet edhe një farë aktiviteti. Megjithatë, në dimenzionin ndërkombëtar janë shty çështjet. Ka mri çështja e Kosovës dhe në Këshill të Sigurimit, Kongres Amerikan, Parlament Evropian, dhe këto kryesisht e ka dizajnu edhe ka udhëheci Ibrahim Rugova, si një njeri pranum në horizontalen popull dhe një njeri që domethënë e ka fokusu çështjen e Kosovës në internacionalizim dhe qitje në zyra të mëdha botnore. Dhe deri këtu jemi në rregull. Megjithatë, jeta ku hyn shëndetësia, ku hyn le të themi tash edhe një farë lloj sportin, pushtim total, mandej solidariteti, çështja finance, deri diku edhe do çështje të sigurisë, hajde do grupe mbrojtje, vëzhgime, edhe dimenzioni informimit ka funksionu shumë mirë, janë paradmerem, si do që tjetë. Ju keni pas, si me thonë, një farë kulture të dallume dhe të theksume që i keni pranu disa parime, mës të thëmë jeni nënshtru, por të keni qenë të pazëshëm në kuptim të kundërshtimit të shpejt. Ju me qatë edukatë që keni pasë, unë e kështu e kom cilësu edhe në botimet mija, në librat mija, që keni qenë protagonistat disa që unë e ju nja, do me thonë ty fillu për Hidajet Hysenit, teje, Ram Bujës, Jakub Krasniqit, Ramadan Gashit që e përmende, krejt gjithë tjerë, se në atë kohë mës me qenë në qatë shesh ku po zhvillohen që to, ka qenë, do me thonë, me konë jashtë Kosove, kështu që krejt në regull është kjo. Dhe kjo edukate ju janë, ndoshta në një moment ka ardhur dhe ka kërkue një manifestim tjetër, dhe kjo është shpreh sidomos në kuvendin e parë të LDK-s 1991 dhe sidomos në kuvendin e dytë 1994. Që është majt në një restoran show këtu, e di se unë kom qenë përgjegjës për logjistike, për organizime dente ato dhe kemi komunikuar. Me faqenën, me ujë, me neve. Marrëveshja ku më këthy atë, të kom pas e tërëq, këtë ku pos parku në parking. Të marrë vrash.
cili është vlerësimi jo tash me ndjesinë edhe të kohës, po edhe për kësaj distancë kohore në përgjithësi që ti aktivitetit të lidhjes demokratike dhe veprimtare ku keni qenë edhe ju deri në kuvendin e dytë kur pa një dominim i ishtë burgosunve dhe deshtëm ose s'deshtëm me pranu çështja e dy fraksioneve që bile unë shpeshere dikush pajtohet, dikush s'pajtohet, po unë për me cilë temë thëmë njëne ka qenë ishtë burgosunve me Hidajet Hyssenin, tjetëri me Fehmi Aganin, rrugoha Monusin mes, ka pak mi shfrydzu dy partë, me balansu ka pak. Cili është vlerësimi? Unë thashë, ne në farë mënyrë e kemi gjetë një terren të përshtatshëm kur jemi dalë prej burgut, për formën tonë të aktivizimit edhe të vazhdimit të veprimtarisë. Po gjithmonë e kemi pas ide se nuk mjafton veç një kundërshti edhe qëndrim në një vend. Është e vërtet që është zhvillu një jetë paralele, edhe në arsim, edhe në kulturë, edhe në shëndetësi, edhe në sport, edhe në krejt poret e jetës. Dhe kjo është për të mirëprit, është për të admiru, absolutisht. Dhe kjo është bo falë të organizimi që ka ndodhë. Në përmjet LDK-s, ka qenë LDK-ja si parti, ka pasur do parti të votë s'kela që ka lujtë rolin e vetë, mënyrën e vetë, po me gjithat LDK-ja ka qenë ajo që dhe deri në vitin 1994 e kemi gjetë na vetë vetën ato, edhe mënyrën e veprimit, edhe të angazhimit. Por për neve është dukë që nuk mjafton vetëm kjo formë e veprimit. Do të duhet edhe një formë tjetër, jo nashta e thonë publikisht e oficialisht se do të duhet, po në një mënyrë ose në një tjetër me fillu edhe një formë tjetër të organizimit. Në këtë drejtim ka pas pak zërë, ka pas një fillim diçka që hajde të bojnë, por ajo ushu shpejt, e dini ju që ushu shumë shpejt, ajo veç ka qenë nismë edhe ushu. Qëre, ka nisma që shuën shpejt, po fillojnë, po nuk u fillun, nga ata që duhet mu fillu, nuk u fillu. Dhe natyrisht dikur të duhet ta marrë të këtë primat. Dhe këtë primat natyrisht e morën njerëzit që ishin të organizuar edhe për jashtë, në lëvizjen popullore, po edhe struktura edhe dek që ishin mrena dhe individ që ishin mrena. Dhe ne në atë kohë nuk donin që ta kundërshtonin veprimtarinë e LDK-s, edhe pse ishin vetë LDK. Ne donim që mrena LDK-s në formë të organizuar, nashta në formë shumë të fshet, që të veprohet paralelisht edhe me një mënyrë tjetër të organizimit, gjonë që kjo nuk ka gjetë, për mendimin tim nuk ka gjetë për krahje dhe mbështetje sa duhet edhe si duhet. Unë ndoshta mund bie keq me përmend, po në rastin kur kanë fillu veprimet e para të Adem Jasharit, e dini që kemi pas një farë lidhje komunikimi me te të shumët. Në një rast ka pas kërku që të takohet me Fehmi Aganin. Dhe unë kam shku vetë e Fehmi Aganin, kam thonë profesor, dhe djemë të jedin që i kemi për jashtë rrethit tonë, po kanë qepë me taku. Të jedin mënyrën e profesorit veprimit. Po më birë bregani, po pak e rëzikshme kjo punë dhe i fërkon të dur. Të jedin, vetëm në tha që muj me bo, tha, kishu mujt, tha, për me mujt me qitë, tha, në Shqipni atje, tha dhe me bo, atje me vazhdu një kohë, thash profesor. Për me shku në Shqipni ata s'kanë nevoj, se sa donë vetë hinë edhe dalin. Kështu, po thamë, a i s'osh gjallë sot, po që thamë me përgjithësit. Edhe më thëtë, shko bisedo me Recep Gjergjin. Unë e kam ditë pak Recep Gjergji kush është. Edhe si është, edhe ka është, edhe që shqendran. Edhe jam shku të Recep Gjergji, pse kam dash me qua manetit dhe në vend. Thash rejtë që shtu në tha profesori Agoni, me folë me ty për që qashti. Të lutëm ta së është punë e jamja, ke mos më përzimu, mos më ngatra. Thash nga që pëthëm rejtë, nësës ngatrosh sot, ke mu ngatrum nesër. Edhe më kur farë komunikimi s'ka pasur dhe kësaj qështi. Dhe kjo është ajo tash që na ka bon të gjithë, edhe mu, po edhe të tjere që kanë qenë drejt për drejt, si Adem Jashari, mu irritu, dhe këtu nështë s'ka pas kush fajsohet tjetër, pos Ibrahim Rugova. Se gjithë s'ka ju ka gju Ibrahim Rugovës. A nështë s'ka qeni njoftum, nështë s'ka qeni ditu, nështë gjitha tu, s'po du me ju. Po njerëzit për rreth tina kanë qenë, si me thonë, pengesa kryesore e lidhjeve këtij fraksionit luftës, po thamë, me veprimet e paqes ose pasionin. Për këtë periudhën që po folë gonë, në kuadër të qeverisë në ekzil ka ekzistue Ministri e Mbrojtjes edhe Ministri e Brendshme, që
Në fillim është manifestu me qëtë ushtrim ushtarak, ku në grupin e dytë ka qenë edhe Adem Jashari, Zahir Pajaziti, Ilas Kodra, kanë qenë, Sahiti ka qenë, disa që dijet dhe ai shpejt, që që the ati u shpartalu edhe u shu, u burgosën, që e më strukturë. është arë porosia, me mendim tem, ta shpej kësaj distancë kohore për bashkësisë ndërkombëtare që këtu sende do të milion pakanësh. Dhe unë mendoj që Ibrahim Rugova ju ka nënshtu që sa, por ai nuk ka pengue se ti the a ka pas informacion, a s'ka pas, a ka egzistu. Unë si një njeri ndodhën në zyrët ti, se ti e din që e kem pas një, tash po i struam, pilshome dhe kësaj teme, e kem pas një farë komunikimi. Do me thonë, ku unë kom qenë protagonisti që fjala vjen ke pru, ose ndoni porosi, ose ndoni informacion dhe e kem këthy bashkë. Tash cilë është në përgjësi lërësimi ju të rreth kësaj, a mendon që, ose ti dush me pas zganë një përgjegje, pse kjo komunikim s'ka pas mirë kuptim, ose pse edhe ju si një qëtësu, jam ju dhonë një porosi tamon kështu, por gjithëherë ka qenë si e brisht. Cili është komenti? Dëgjo, njerëzit... Po flasim për vitin 1994, shqete. Njerëzit nuk kanë mujtë me artë gjithmonë drejt për drejt edhe me folë me Ibrahim Rugova për sosenës. Gjithmonë kanë shku paranesh, në përmjet profesorit, në përmjet josh në një mënyrë, dikosh në përmjet këti ose ati kanë shku. Tash që janë transmetu këtu, të aj, ne nuk e dim absolutisht, dhe nështë këtu janë kriju ato aversionet e onës tjetër, pse s'ka kur fa reagimesh, pse s'ka kur fa mbështetjes, pse në një mënyrë ose në një tjetër, pse nuk ka, të edhin në atë rastin që kanë qenë Shqipëria atje, Adem Jashari, me qëfar preteksti kanë ardhjën të bu atje, edhe si ka ardhë e fotografia e qastit, atje që tash po lifdohen, do që kjo ka kështu, ka ashtu. Ju mas mirë dhe edhin. Unë atë fotografi se kumë patë atë, mas pare kumë patë Adem Jashari. Dhe tani u dalë edhe prej teje. Me këto tani njerëzit po manipulojnë. Është tjetëra, tash është keq me e thonë. Dhe gjatë kohës luftës kanë ardhur njerëzit, jo nështë me sugjerimet Ibrahim Rugove. Po ka thonë shani këto pushë ndryshta, se s'bohet lufta me këto pushë ndryshta, veç me politikin e Ibrahim Rugove se fitojmë liri. Ti dhe njerëzit edhe janë akuzu për soselesh, edhe janë nale, gjitha ato. Të thotë, këto janë ato që na kanë bon neve me dyshu në tërsin e politikës që është zhvillu në atë kohë, edhe pse kemi qenë vetë pjesë që asoj politike. Për shembull, për Gani Kocin, të ishin Gani Koci po punon ditën, po punon kishe për neve, për Ledeken, edhe natën po punon për dikon tjetër. Se një mena natën u takojshë me Adem Jasharin, se ditën s'kemi guzu mu taku me ta. Po veç për që ato takime, komunikime, Ibrahim Rugova ka pas informacion. Dhja ka pas për me si ka pas në atë kuptim. Unë që kom pas diçka në ashtë ta kom bisedu me ty, se të kam besu. Të kam besu për vetë faktin se Ademi ishte sugjerim edhe Ademit. Ka pas edhe tjetër që ka pas besim Ademi, pa i nuk u duk. Tash dhja mja për men emrin ati aja. Në Tiran, autorizim ka marrë me rujt lidhën e kontakt, a i muj krasniqi me grupin Adem Jasharit. Kur se ka rujt, as kur se ka majt në fund të luftës, kur 1000 herë kam kërku prej tina me shku mu taku su shku. Në fund kishe po shkoj, ka shku e ka taku e sen, edhe kishe po e qej një farë po shkoj mitralizi, ka gjithë të Raveci dikun ati, edhe po ja qejën ati. Shko prej fillim, prej 92-ën kur jenë konë, 91-ën kur jenë konë. Dhe për publikun edhe nërë, do me thonën një farë mënyre të linjat komunikimit të Ademit, se jenë njeri i rallë që këto i thu, edhe që i din, edhe që unë e kam për publik, se unë e di se protagonist kom qef vetë, po s'po moj ta bëj tash pyetjen për veti, po kom qef edhe njerë publiku mirë me ditë këte, do me thonë, ka qenë insistim ose kërkes, ose qëndrim i Ademit që të komunikohet në përmes mujës, në përmes Adnanit e tjerë. Çka mundesh me thonë rrët kësa? Absolutisht. Qëra, Adem Jashari nuk ka qenë mohus i askujt në këtë Kosovë. Ase e Ibrahim Rugoves, ase ati i bile da të thana dhe diçka. Shpesh ka thonë nëse zina i gjallë, edhe nuk vdes, kur në vesin kush të ka shtin këto punë, ka me thonë Ibrahim Rugova më ka shtin këto punë. Se kam jalon dhe ke duq, kam jalon dorë atina. Me që s'po e përkraj. Kjo është interesant. Kretë këto janë, absolutisht. Është tani edhe një pak tjetër, pak para vrasjes tyne. Bin lidhe do kontakte për me marë 1000 arë, 1000 kalasha. Me ka 200 copë fishek, nikun një kalash 650 marë ka tërë kushtante. Dhe më tret Adem Jashari mu, thot Ganea ka mundësi kështu në këtë këshillin për financim që ishte këtu,
me shku me i gjetë se po na i binë të derin për kaz tepër. Edhe i marrë këmë bisedu me Ismail Kastratin. Ismail Kastrati u ka udhëheci ati i fundit. Këshillit për financim. Edhe këmë tha Ismail qështu është puna. Thot pare kem, po pa urdhër të Bujar Bukoshit, unë s'muj me vepru. Thash qysh në unë s'komunikoj me Bujar Bukoshit, kush me komuniku. Tha fol me muj Krasniqin. E këmë thirë mujën, i këmë tha muj, kështu është puna, duhet veç një telefonat të Ismail Kastrati për i Bujar Bukoshit për qëtë punë. Tha hec ka problem, për i këtu i të s'mu i flas, ta kam e shku këto dit dhe në Bulgari, tha dhe kam i thirë prej ati. A ka shku, a s'ka shku, a ka thirë, a s'ka thirë, po ato pare s'janë ardhë kur, ato armë s'janë ardhë kur. Njëtën akcion e ka marrë dhe Rifat Jashari në për Gjermania, në për Zvicër me siguru që ato pare. S'ka mujtë me siguru as për i Bujar Bukoshit, as për të tjerëve, kanë dashtë në kredin njerëzit me imi marë. Ishte vonë. Dhe unë e kam thonë, edhe thamë, po të kishëm ato 1.000 armë, se 1.000 armë kanë pas me ardhë, tragedia në prekaz nuk ishte mendo, si kur të kishin 1.000 armë në përdor njerëzit. Dhe për këte, nuk është fajtor vetëm Serbia që i ka bo ato. Fajtor janë edhe disa faktor tonë këtu, që kanë hezitu për me ndihmu luftën në një formë ose në një formë tjetër. Ka gjo ma mirë edhe ndihme e modë se me t'i pasjel të 1.000 armë. Me Detrenice, pas sulmit dytë, prekaz me 22 janar, 1998, që është bo. Dhe këto dhemin, këto qojnë ashta me thonë ato që ka thohet për njerë të caktu. Ka pas sabotime, nga më të ndryshme, edhe shpesher, për që ta të rrugova, shpesher nemen të rrugoves. Ka thonë rrugove, e këmë do besin rrugoves, unë e vetë që shtu se ndryshes mu, ju ba një që ka doli. Kam jaftu një zonë jashtë, rejtë, me thonë, do djemë, shkani, një manë që aty një djemë. Adnan ne kemi pas bisedua dhe privatisht, du me thonë edhe publikisht tash. Dhe kanë qenë dy emna me të cilët Adem Jashari ka dasht me komuniku në një mënyrë edhe ka komuniku nga distanca. Keni qenë ju. Qysh e vërteton këte? E vërtetoj këte sepse në shumë raste, sa her jam taku me te, a im ka pyt për ty, ka dërgut falja. Dhe te ato mi ke përcija. Edhe ti e din që unë e ti këmë përcija ato të falja. Edhe shpesh për ndoj veprim ose për ndoj diçka kështu pak si në besë, si për që shtojnë për rresën, është a drejt për drejt. Edhe ato ti këmë thonë, dhe këto kanë qenë prej Adem Jashari. Bile Adem Jashari e komunikon edhe atë fotografin që del. Keni komuniku edhe jo është mirë ta mamë decisivisht me komuniku, sa e ka qenë një fotografi e qastit, sa ta djem kanë qenë të qush me thonë, shumë të revoltumë dhe kanë qenë ka bojnë skandal atje në zyren e Kosovës, dhe si i ke qëtësu ti, dhe i ke marrë mazveti, dhe i ke që nëmen të asajnë mbrojtje të vizitës të Ibrahim Rrugovës, edhe që është bo ajo fotografi e qastit. Dhe kjo është me ajo e vërteta e asoj fotografie që ma ke thonë edhe ti, po ma ka thonë para te edhe Adem Jashari. Edhe tjetëri person është, për mena dhe ma heret, është Muj Krasniqja, i ka pas për detyrë me pas lidhje fizike të vazhdueshme me ta, që nuk e ka bon. Në fakt, rreth fotografisë kemi folë disa herë, neve me Ademin, unë jam taku me Ademin disa herë në Tiranë. Ajo e vërtet është që është një fotografi e qasit, ajo bome një aparat tem se ka datën, veç unë këmë pas asë aparati. Bile aty Ademi as ka dasht me ardhen mu fotografu, po e këmë thiron edhe këmë marrë me zërë, këmë thonë delbre burë në erë që tu, zoti ma ka bo dhurat, le të themi, që unë sot e kam një fotografi me Adem Jasharin krapër. Bile aty jënë 5-6 fotografi kanë dhe të ndryshme, por fotografia duhet me u interpretu realisht, sepse him në obligim nëse ti sot mundosh, le të themi në thojza me keq përdor. Është njëjtë si me thonë, valla, s'janë që atë sështë Ibrahim Rrugova, sështë Adnane, sështë Ademi. E vërteta është ajo. Por nuk ka nevoj atë fotografi mi dhonën kuptim të pa nevojshëm. Ademin, unë e këmë pas shok edhe të shkollës, edhe në shkollët mes me Mitrovic kemi pas komunikime, kontakte, e të kalume, histori, e di njerës këto. Ademin e këmë takus disa herë edhe në Curi, o dalë në aeroport, sa mi lushtaku para
disa vjete e ka pohuën në një studio. Ka dalë se Ymer Berisha që kanë qenë të qërit, ka dalë, ka pas komunikim, të edin, Haxhia, baba i tyne ka pas me Bacën Shabani. Këto sen, unë me kam po flas me Gani Kocin, pi flas për Adem Jasharin, kur dihet relata jote afërsia që kun. Po sitet që tjetë për njerëz të mëdhaj, njerëz kanë nevojë. Edhe unë sot kam nevojë edhe kam dëshirë në një farë mënyrë publiku me ditë që ka ekzistuar një komunikim edhe unë këto e kumbu. Unë nuk dija ka pas tjera lidhja, ka pas tjera komunikim me Ibrahim Rugovën, nuk e di me akte me personalitetet tjera është munu që të ketë, sikur rastin që të regovën për Femi Agonin. Kam dëgju se me dikan është janë taku edhe në Laush, po kur nuk e di, se di se s'kam qenë pjesë asaj. Dhe Adem Jashari ka pas dëshirë, ose unë të pak të nësa kam kuptu dhe aqë sa kam njoft, dhe për sa kam njoft po të regoj. Prej 30 vetorit, të vitit 1991, të sulmit parë, që natën e pare ka bo të unë, dhe në gjysëm të natës, pas ati sulmi, strehen të unë i kanë roba, ta edhe grupi tina, prej asoj natë, deri 4 dit pa ura, nuk ka pas javë që si më taku me Adem Jasharin. Dhe ka pas dëshirë më taku me Ibrahim Rugovën, me të tjerë ka kërku, kush ju ka përgjegjë, mund të kalzova për një rast që nuk është përgjegjë kërkush. Këtë dritë. Saj lufte nuk e ka pas kundër Ibrahim Rugovës. As kundër Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ka pas luftën kundër Serbisë. Çka ka pas kundër Ibrahim Rugovës edhe Lidhjes Demokratike të Kosovës? Ka pas se ka kërku një përkraje më të madhe, s'po tham të hapur, sepse nuk do të ishte mirë ndoshta për që thu faktori, ndërkombëtar e tjera, por ka pas 1001 formë tjetër të ndihmës, edhe vërtet mos mu kriju që kjo averzion edhe që kjo kundërthonje në mes njerëzve tu që kes edhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Se në fundit, ata ushtarë, sa janë, a janë 24.000, a janë 60.000, ata si në këtë partive tjera. O dhe unë jam ko antari këshillit drejtues të Partisë Lidhjes Demokratike të Kosovës, kur im shku në luft. Jam ko dhe deputet i vitit 1992 i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por kjo nuk e ban Lidhjen Demokratike të Kosovës tamam për kraset luftës. Sepse, edhe një po tham, për post shoqatës të Lidhjes Nacional Çlirimtare të Kosovës, të edin kushin konë ata, që ka pas dokument të shkrum në mbledhje, në përkraje të luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, nuk ka asnjë parti, asnjë subjekt, asnjë individ që ka letër të shkrum në një mbledhje të caktuar që ka përkrahur atë luftë. A mundesh me gjetë një? Ski. Për që ata unë sekretari parë shoqatës të veteranëve të luftës, i kom pas shpreh ngushëllime kur dek Fadil Hoxha. Edhe telegram ngushëllimi i kom qenë prej shoqatës, sepse ka qenë organizimi i vetëm në Kosovë, në qatë kohë, që me dokument e ka përkrahur luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ma gjetsh një dokument tjetër prej këtyre partive që kanë vepruar legalisht në Kosovë, një dokument në përkrahje të luftës, ja çka u folë për folë përveç. Dokument. Ma gjetsh një dokument që u përkrah, unë të përgjigj. S'ka. Dokument s'ka edhe ndoshta është iluzion edhe me pas prite me mendu sepse gan për aq sa komun njohuri, do me thonë Ibrahim Rugova nuk ka qenë sugjerum që në formë publike me përkrah çështjen e luftës si veprim. Por në fakt, në esencë, ai nuk e ka pengu. Dhe kjo ka qenë sugjerim kryesisht i amerikanëve, për mendimin tim. Tash, çështja e njerëzve të luftës edhe LDK-s në përgjithësi, ti vetë the, unë jam konë, ti ekzemplar ti e konë në kryesi të zgjerume që i quajt Këshilli Qendror i LDK-s. Dhe deputet dhe ti e the vetë që kjo nuk e amniston LDK-n për çështjen e qëndrimit kundër të luftës, por çështja e LDK-s si nocion në përgjithësi, cilësohet nështë me udhëhec aty, nëse në përgjithësi krejt si lëvizje të njerëz kryesisht kanë qenë njerëz të LDK-s. Unë thash atë. Dhe tjetra është.
jashtë, sidomos në vitin, le të themi, 1998, që atëherë kur se edhe këta ministrat e Bukoshit e jo Ndrokë, jo Okon Anton Kola, jo tonaj Nik Gjeloshi, jo Ajzer Ajzeri ma heret, jo Ahmet Krasnisi, e më thash që dikush i manë, dikush thot jo në konë, dikush që në konë. Ka pas organizime dhe të mirëfill ta mesh ushtarakte ku ta diun, por unë mendoj që këtu dhe dihet edhe për ushtrimeve të para tash më stom organizimi i Saliçej Kutafis Gagicës e njerëzve të LDK-s që kanë qenë të vëlluar në përgjithësi, ka fundi, unë mendoj që këtu ka qalu komunikimi dhe nuk duhet të çoj elemente ose dimension të fajësie në njerit që nuk është një jetë, por kur flitet për sende madhore, dhe unë po e zgjas pak se është bashkëbisedim dhe jam akter i kësaj pune dhe dëshmitar, kryesisht unë mendoj që senet takohen të qeveria në Gzil dhe të Bujar Bukoshi. Ai ka pas paret, ai ka vrarë dhe ka prej në kuptimin financiar të krejt këtyne senet. Ju keni plotësisht të drejtë në kuptimin financiar, në kuptimin material. Po çka tjetër ogon kur kërcet lufta, çat vyn paret në xhep. Kuptimin material, fajet kryesore i ka çaja që është quajtur qeveri. Tash po duhet të thas që jo e vërtet është. Çaja që quhet qeveri që ka pas fondin. Na dim edhe Ibrahim Rugova në një kohë ka qenë i lënë jashtë, thotë s'është për krah financiarisht as në lëvizje, as në vizitë, as jashtë as kur gjë. Absolutisht. Dhe kjo përgjithësi duhet të adresohet. Kjo ka emrin edhe ka mbi emrin. Se askush nuk thotë që njerëzit e LDK-s nuk e kanë dashur lirinë. Nuk e kanë dashur pavarësinë e Kosovës. Askush nuk thotë se Ibrahim Rugova se ka dashur lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Këto që janë bën me farkun e me tendencë sane, këto ma tepër e kanë pengu luftën Adnan Merovci se sa që e kanë ndihmu luftën. Nuk mundet me dy vija, me dy amblema, me dy shpata me bën një luftë. Me gjithat e lufta në teren nuk konë me një teren, shfat mirësisht, në teren nuk konë me një emen. Se lufta nuk konë Shqipni në konë damat. Se këtu ka pas një emen. Dhe që ata emen e kanë rujt që ta njerës që janë sot gjallë, po edhe që ata që kanë vdek, lavdi ju që oftë për gjithmonë. Sepse ne kemi pas një kundërshtare, kemi pas një armik, nuk kemi dasht armik brenda vetë vetës. Se atër prej një luftë kundër Serbisë, shëndru në një luftë civile, vlavrasen me zveti tonë, kush po vjen pushtet. Pastaj e din shumë mirë këtë qëndrimet, po tham këto, ma tepër janë qëndrime individuale, po shpesher këto individuale, po marrin dhejnë dhe po banë si të përgjithshme. Foljet për Jakub Krasniqin gjatë luftës, për Shaban Shalin gjatë luftës. Shaban Shali është kun luftë, se është i smut për i zemre, ka me deke me metë si jame. Jakub Krasniqi i smut për i sheqerit edhe u shkun luftë për me... Kjo në të mërshme, edhe këso nuk e një veç një herë. Ose këta kanë bo një grupë fshatarësh atje luft për me pas ma shumë pushtet, për me po... Qëfar pushteti ke bo lufti me pas pushtet? Ti luftën e ban edhe s'dina del për asu lufte i gjalla i vdekun. Ashtë turmit një dikush të sen, edhe me këto po kryot opinion, kryot një diskurs negativ, dhe pastaj vetë Serbia, kundërshtar të u thujnë, mërë ju po folni për vetë vetën e ju i keqë, pëse mës me folna. Me gjithat e ganë jenë të folë për një të kalume. Dhe në fund, qëllimi ka qenë i përbashkë si që thati, se cili ka dashtë dhe senet matën me rezultantë, në fund. Ne jem shtet, jem bo shtet, me një farë brishtësie, po ecim ato tje. Krejta e punë që ka e përmendëm ne, dhe i tash, nështë është një farë pretendimi i jëtë, për me pas shku senet ma mirë, ma shpejt, se nuk është qashtje që ti pe mohon një pjesë, pe favorizon një pjesë. Unë shumë po të kuptoj drejt edhe këtu, në atë kariku jeti ullën, ka pas njerës që e kam folë të kundër tënë që apë e thuti dhe unë i kom shiquhe. Për që ata emisioni që u të fakte, që më mundu mi thonë sendet dhe me i faktu për mundësi, për gjykimin e fundit, e jabë dhe fundit publiku. Qashtet që janë perceptive, janë mendime individuale, por sendet që janë që kanë ndonë në gjurë, që janë sendet që nuk mund të mohon, është qashtja fjala vjen që shka ardhë, se në curi tash po vim edhe ma tutje komunikimi që ka egzistu fjala vjen konferencë Trambujes.
është shku atje me një farë, le të themi, frustrimit konzervum të atashëm, por aje qatë shpejt u shkri, edhe qatë shpejt këta njerëz, ty fillu pe Ibrahim Rrugovës, Recep Qosës, Hashim Thaçit, e të gjithëve, Mjaganit, e të gjithë tjerëve dhe grupit UÇK-s, grupeve tjera, ganë se kom qenë dhe kom bo liber për këte, qatë që kanë qenë, Rambuja, dhe më thonë, e tjere, Jakupi, dhe tash me të Hajrizit të tjerët, dhe e Hyseni, se tash gjithë grupi 16 kanë qenë, që e kanë tregu vetën, se është mas mirë të një histori, që është bashkëveprohet dhe që është do të me oponu. Mandej, në fund, deri te bombardimet e NATO-s, që sot, mas 100 vjetle, kur të mendohet që janë dhez avion të Naviano, për të sulmu Sërbë për shkak shqiptarëve, dhe qata avion e kanë një aleat në tokë, si quhet ushtria slirimtare e Kosovës, më letë mahën 100 gjyqe, 1000 gjyqe në botë, e letë i denojnë me miliona vjetë, se s'ka kush që e dzbe për mendim të në, pas tërtin edhe më përgjithësi qatë aktivitet që është zhvillu. Adnan, historia nuk shkruhet me ato se si kur t'ish bo kështu, ish bo kështu. Historia shkruhet kjo që ka ndodhë, kjo që është bo. Nga njëherë mund folim unë e ti, po si kur t'ishte kjo. Edhe unë e thash, si kur t'ishte, se tonë e kanë dasht lirin, mënyrat e veprimit kanë ndryshu. Shpesher mënyrat e veprimit jënë ndesh njona me tjetër, ne kanë pengu njona tjetër. Edhe të na, e kanë pengu njona tjetër. Dhe këto pengesa kujt i kanë kushtu? 2 palve, fund nga kanë kushtu neve të gjithve. Nuk mundet kërkush me mohu këtë që quhet rezistencë paqësore. Kërkush nuk mundet. Ka mujt mos me pas rezistencë paqësore heq, ka pas mujt. Edhe rezultatet që i ka rritë. Ka mujt me pasur grupet mshefta ilegali, ishin Burgos sot nesër, kishte vazhdu, ishte bon një pushtet provizor me të ndëgjushëm, avazi maqëm, edhe kishe përfundu atje që thasht pillim si Vojvodina, as autonomi kulturore, jo? Kishe përfundu, po mirë që ka ekzistu kjo, dhe kërkush nuk e mohon këte. Por historianët kur shkruajnë edhe për të metat e veprimeve, për dopsit e veprimeve. Dhe këto nuk është tërë me thonë. S'ka qenë i pagabushëm as Ibrahim Rrugova, s'ka qenë as një njeri, s'ka njeri që është i pagabushëm. Absolutisht. A shpesh ta poetët shkruajnë edhe Zoti është i gabushëm se ka falë të njerëz, s'u dash me i falë hiç e sani. Mirë, po nuk guxon tash tu e mohu një me pohu një tjetër me qitë pa. Dhe ne jem të shkun qatë formë. Ma edhe që të dejnë dras këto, edhe që o dejnë qilë këto. Jo, nuk shkojnë ato. Ne që ashtu jem të shkutat. Absolutisht. Veç goja di nuk javzen hapur me thonë se neve ne ka kajtë nonën fash që po shprejnë kështu, UÇK-ja. Ja, se i kështu pas punë pak ma ndryshë. U gonë kanë përfunduat u sane edhe Besani, kemi ardhë kur ndëgjën ti, këto mund t'jenë individuale, po kjo është një diskurs që ka linë prej dikuj. O shfaq, nuk qëtë pik, si të qëtë pe gjumi, po qëtë na pishaj Jani Kocin, ose pishaj Adem Jashari. Kjo e ka një farë burimi. E ka një farë rjedhe dikon. Që sot me thonë njerëzit, aj hajnë për Adem Jasharit, aj kriminel për Adem Jasharit. Po gjonë shkrime, po gjonë sot. Nuk zbehet ajo figurë. Po nuk zbehet, po ne si qytetarë, sa jem gjendje dhe po e lejojmë, po e të lejojmë një diçka t'ilë. A mos është në nivel të një defetizmi kolektiv? Gonë, nuk është konfirmasat më dhonë. Që kjo është e të mërshme, qëre, dhe që ujtë një vjerim të vogël mjafton me bon. To rrjedh ta bën lom atje që nuk mundesh me nalë me kur gjë. Palja serbe ka dhënë mjaft argumente deri me tani se nuk duhet besuar çfarë do marrëveshjet që të nënshkruan ajo. Kemi shembullin e Bosnjës, kemi përvojat e fundit marrëveshjes Holdruk, Milošević dhe marrëveshjet të tjera që kanë qenë, asnjëherë nuk i ka respektuar deri në fund dhe gjithherë i ka thyer. Prandaj nuk besojmë shumë në palën serbe dhe në respektimin e marrëveshjes. Ne jemi mjaft të fuqishëm për të mbrojtë popullin e Kosovës dhe për të mbrojtë kërkesat tona deri në fund. Gon, kemi shumë me bisedue,
edhe po mdoket që s'kemi folë kur gjë ka ecë koha televizive, kështu kogja shumë ka shku, do të pës për disa figura, edhe kom qef një optik caktume ndaj tyne, ma reflektu edhe në formë përgjegjës, dhe ajo është vetëm historike. Do me thonë, pa e fut në petkon, le të themi, partijak ose përkatësor, e tjera. Unë do të thëmë emnin e mbi emnin, ti me 2 fjali më mi përshkruhe. Po filloj me Gjergj Kastriotin Skënderbeu. Është shajti ynë kombëtar, është identiteti ynë. Humanistja me përmasa botnore, Gonxhe Bojaxhiu, Nana Terez. Nana Terez bartë në vete shpirtin paqdash dhe solidar të popullit shqiptar. Saharovi i Evropës, simbol i qëndresës, njeriu shembull për botën dhe shqiptarin, emnin e ka Adem Demaçi. Unë në një rast Adem Demaçin e kam pasqujt aty ynë i shenjtë. Për ne Adem Demaçi është rruga, udhëtimi ynë për liri dhe pavarësi shqiptar. Një figur jo e zbërthym mjaftueshëm në publik, me një karrierë shumë të begat dhe patriotike, për fatin e të cilit nuk dim sot dhe për shkak të etikës njerëzore nuk duhet me konsiderue që nuk është një jetë, emnin e ka Ukshin Hoti. Ukshin Hoti është zëri i filozofisë kombëtare shqiptare. Një njeri me një pamje karakteristike, me një shallë rreth qafës, me një qanë zezë në dorë, me do hapa kogja ritmike, emnin e ka Ibrahim Rugova. Është pjesë që i takon historisë. Kaq? Kaq. Une e quj hynit shqiptarisë. Familja e bacës Shaban e Zahide Asharit, e djemve Hamz e Adem, familja e Asharit në Prekas. Po të ishim në kohën e politeizmit, ajo do të ishte familja e Zeusit, kryezotit, dhe Adem Jashari do të ishte Herkul. Ga, do më ta bo një pyetje për mu njerëzore, për dikon letë është edhe naive. A ke dashtë Adem Jashari? Kur ka vdek baba im s'kom qitë pikë lotit. Për Adem Jasharin edhe sot qaj, edhe sot më kujtohet ftyre e tina, veshtrimi i tina, i përqëndrum, dhe i koncentrum, vetëm në një pikë, në lirina të dhejut. Cila ka qenë pika e ti edhe formula e ti e përvetësimit njeriu që e ka përballë? Pse ai njeri kur të ka shiqu, të ka përvetësu, të ka marrë me vete? Ka qenë i drejt për drejt, pa e kujvoke, ti ka shpërfaq të mirat edhe të këqijat që mund t'i kesh, pa hezitim. Prej asaj që ka din publiku, rreth bashkëpunëtorëve njerëzve të Adem Jasharit, shquhën disa. Është Jakub Nura, Sajit Jashari, Musi Jashari, Samilu Shtaku, Jani Koci, pa tjetër aty, Ilas Kodra, e shumë të tjerë. Nuk po du me mi rangue, nuk po du me mi cilësue, por a ka një ose dy që mund të veçohen për si publikut shumë i interesant, a ka pas Adem Jashari, a i ka pas 10 vetë, a i ka pas 2, a pas për pas poplit që ka pas në tërsi. Ndëgja, njerëzit që ka pas për rreth Adem Jashari është vështirë të veçohen. Ka perioda caktume që një pjesë e tyne nuk kanë qenë, me te kanë qenë për jashtë, janë këthuj ma vanës, janë këthuj pas vrasjes. Po ata që i ka pas mrenë Adem Jashari, asnjërin prej tyre nuk mundesh me veçu se është kë, apo aj, ma jafërt kë, apo ma jafërt. Me gjithë ka qenë jafërt dhe gjithë për Adem Jasharin kanë qenë njësaj, absolutisht. Tash unë pa dash me më se a i ka qenë natë e ditë me vllahën e vet me Hamzën edhe vendimet, qëndrimet, sjelljet të në ato kryesisht mas pari me Hamzë Jasharin, po edhe me të tjerët kështu, që i ka pas për rreth.
absolutisht. Këto nuk është vështirë me veçu dikan ma pak ose dikan ma shumë. Varësisht për periudhave, dikush ka qenë ma afër, dikush ka qenë ma larg, pozitave tyne fizikisht për shembull, po për ndryshe në aspektin e veprimit, në aspektin e ideve, ato nuk ka pas veçemi absolutisht. Ti ke qenë njëri shumë i afërt me to dhe keni komunikue. Publiku të intereson për një njerit të afërt ti, më na përshkrua demen prej hynie e prej le të themi legjende, më na pru se njerin tokë. Thunaj do vetit tina, do një pikanteri që lidhet me to. A ka pas aj njeri një maraka, a ka pas një këngë që ka dosht, a ka pas një artist që ka simpatizu, një sportista, një antar të familja, çka den ti? Ne në takimet tona, që kemi pas, pak në ka rasti që të flasim për artin, ose për muzikën, ose për zakonisht bisedat kanë qenë si t'ja bojmë, qysh t'ja bojmë, që veprimet shkojnë ma përpara, si të masovizohet kjo, si të furnizohemi me armë, si të afusim idenë e luftës dhe si cili qytetarë. Por me gjithat, Ademi ka qenë njeri me dy kom tokë. Ka ditë edhe të qeshë, ka ditë edhe të bëj shaka, edhe me vetë vetën, edhe kundër vetë vetës. Dhe nuk është ma veç aj Ademi me atë shikimin në Shqipon, kështu, me atë veshgjem largë, si që jemi mësu me po është edhe aj Ademi me sy poshtë, të këqyrë edhe poshtë, të po rrugën, se këshin pas pyet një të men që më thot, ka e mësove, thot ti, këtë dije, këtë menquri, thot prej dverberve, thot qysh prej dverberve, thot dverberit nuk e shkelin token për e prek, dhe Ademi Ashari ka ditë ta prek token, pas taj ta shkel. Dy fjalë për Hashim Thaçin. Trall ka në histori si Hashim Thaçi, edhe trall do të ketë. Ama ne mendim vetëm me optik historike, jo të aktualitetit për Sali Berisha. Sali Berisha është produkt i kohës të vetë. Ganë nuk jam ka lypi aforizma më reburë, por lypi mendime në kallë kretë. Zbërthej. Ti je ka thu aforizma që këto jënë më të fuqishme edhe po më grina. Zbërthej, nuk... Se atëherë unë i komentaju, s'po komentaju. Nuk moj pa të pyte dhe për një figurë, dhe ta du një përshkrim tondin, një njeri me moshë relative, do flok të zeza, tesha të mbylta, një kravat, me do hapa e i tur, kozat malë në tecur, sidomos kove të fundit, emnin e ka Albin Kurti. Pjellë e historisë, por nuk e di se çfarë histori. Gani Koci, po e du një fjallë edhe një mendim tondin për Idris Recin. Me Idris Recin jam njoft me njëherë pas daljes nga burgu. Për mua ka qenë një burr i fjales, një burr i besës, një burr i palekundur, i qëndresës, një burr fjalë pakët, por veprimet i ka pas të shumta, dhe ndoshta në Drenicë ka qenë i vetmi njeri që ka arrit ta bëj bashkë Drenicë. Për poshtë luftës të Ademi Asharit, kuptimin asoj periudhe, Idris Reci ka qenë njeriu i vetëm që ka ditë ta mbaj Drenicën dhe ka ditë ta udhëheq Drenicën. Ganë në kuptim të respektimit vlerave dhe mbaqjes dhe pohimit të tyre, si që ti e the për Idris Recin, është kohëve të fundit edhe një busti tina dhe një, le të themi një farë sheshi tina, relekci atribuat Idris Reci i punum prej komunës të Skënderat, që mendoj që është shembull që duhet të ndiqet. Dhe ky veprim mendoj që është në sinkronitet me krejt atë që e the për Idris Recin. Cili është komenti të rreth kësaj? Idris Reci ka merituar edhe më shumë se sa ajo. Edhe meriton edhe sot edhe më shumë. Dhe më është një figurë pa përsëritshme në Drenicë. Leon është familje një Ashari, familje të herojve, gjithë ato, po për mënyrën e kontributit, sjelljen e tij, raportet e tij me njerëzit,
Afrinë e tij, sinqeritetin e tij është i pakrahasueshëm për mendimin. Ti the edhe dimensionin e unifikimit edhe balansimit në përgjithësi. Megjithatë, për mendim timin, Drenica nuk shquhet edhe shumë me antagonizma dhe kundërthonje siç ndoshta mundet në një region tjetër. Edhe pse paka shumë ka. Dhe duke ditë se fjala vjen prej Lidhjes Demokratike të Kosovës, që ka qenë një aktivitet në Drenicë shtrim në gjitha porët, ty përfundu edhe me luftën e krejt këta diune, ka pas protagonista dhe ekzemplar të shumë. Sot që po flasim, kur të flitet për Drenicën dhe dimensionin, le të themi, të antagonizmit, ne i kem disa njerëz ose situata në sipërfaqe. Pa me dasht me hyn kuptimin e ngushtë tyne, po vetëm kështu si distancë kohore edhe si pe i largut shiqum, cili është vlerësimi jot për 7 vllazën e Geci? Nuk kisha pas qef me fol për ta. Kanë mund t'jen një nga familjet më të respektuar në Drenicë. Qëre, do sene që ju thuhet ja me tradhtie është, me tradhtie ato nuk qëndrojnë absolutisht nuk qëndrojnë. Gani Koci, a ngon muzikë? Ngoj muzikë rrallë, unë jam pak konservativ, tradicional, kështu, kur hinë vetur, kështu, me mes rruga i alshoj zonën, Sef Mleqanit. Byvet Sefes. Byvet Sefes, po. Ymerit. Ymerin, Osmanin e Ibrahimin. Gon, Kallash a pianino? Në kohën e vetë Kallashi, pianino, në kohën e vetë. Ti e din që unë një pianino e ku marrë dhe pejteje, për vajzën. Dhe qatë kumë thonë, ne? Bile më patë të thonë se që si është e mundshme ti pej Drenice, prej Kallashi, me arë në pianin. Unë thash në dëgja, thash na, për pos që jemi luftetar, na jemi edhe muzikant. Bile thash që në Drenicë nuk ka shtëpi që se ka një instrument. Thash heq mos pas një instrument, fukarallak, ka thash një kaftar mes të dhomës, një qyng natë, tu i nëzhe dur, na bojmë muzikë, ritëm thash me kaftorin atje. E vajza e ka kry shkollën e ullë muzikës me atë instrument. Dhe pianino ja ekziston ende? Ekziston. Dhe punon, funksionon? Punon, funksionon, unë i bi kapak. Ja. I bi kapak. Ja, ka dalë që tu gonë se... Ja, unë i mshaj kapak, po veç një melodi e i mshaj, kur në ra kushtrimin Kosovë. Veç ato ku mësun piano. Mos se kjo është himn i Ibrahim Rrugovës. Kjo është himn i shqiptarëve para Ibrahim Rrugovës, mirë që ka marrë Ibrahim Rrugova, po është muzika është para Ibrahim Rrugovës. Qartë, nësë një mirë, nuk është që kjo ka zbulu, ja ka bu, nësë një mirë, po e ka përzidh. Kur im kono në para se më ronë, Borg, unë e kum ditë këto kur në ra kushtrimin Kosovë. Po, veç e ka përzidh, aj. Mirë që ka përzidh, ka pak i bje dhe qiftelis, kështu në familje i bim ka pak qiftelis, një motër i bje qiftelis, 2 vllazëni i bim qiftelive, kështu e sene, edhe jemi ka edhe në luft, tash kemi njësë mu modernizu pak, që besa me rënë mas luft, e kalun prej Kallashit të pianino atë. Vajza tash aja që ka kry shkollën e ullë muzikës, ka kry mjekësine përgjithshme, është në Amerikë. Zoti i rujtë. Atje po vazhdon me do provime, me do licencime, me do specializime. Zoti i dha shnetë suksesi. Kështu që ne opingat e Drenicës kemi njësë me madhë ka pak puc me take, me ecë asfaltit, edhe me ra pianinës. Gon, Rita Ora, Dua Lipa, Bebe Rexha, Ilir Shaqiri, Sabri Fizullahu, a Dervish Shaqa? Dervish Shaqa, për kohën e vetë, Dervish Shaqa ka qenë kushtrim për lirin, kushtrim për adhen. Bebe Rexha, Dua Lipa, këta të tjerët janë ambasadorë muzikës shqiptare në arenën ndërkombëtare, sidomos këto 3-4 vajzat e para që i përmendëm. Gani Koci, jaroni jam, miku jam, Zotit ta dha shnetën, namën të shikuzëve. Faleminderit shumë. Falenderoj për jetën tonë që ja ke kushtu Kosovës. Sot që jem përballë, unë e di që krejt rastësisht je dhe ke shpëtu gjallë. Nuk ke pas as ti,
as ata të rënë më tepër që ati dhojnë kësaj Kosovës se jetën e vetë. Ja që jemi mundu të japim atë dikush që kemi mujtë dhe kemi ditë. ka mbet, dikush ka shku, për respekti shkon. Zoti trujt e falenderit shumë për këtë bashkëpunim. Falenderit për interesimin edhe për angazhimin tanë që të merresh edhe me mua pak. Falenderit shumë Zoti trujt. Falenderit Jarona. E krye me komandantin legjendar Adem Jasharin. Ever since the ancient time, when peace only reigned, We have loved and we love still all the people. Goodwill. In my lovely motherland, We sang songs of life and joy. happiness had no end for no girl. Nderuari zoti komandant, ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës të raportojnë dhe të informojnë se lufta morri fund. Kosova tashmë është e lirë. Conquerors came on and on, never leaving us alone. Shikus të nderuar, ishte ky rrëfimi unik i një njeriu që tërë jetën ja kushtoi çështjes kombëtare, me aktivitete nga demonstratat, burgimi, angazhimi në politik, angazhimi në UÇK e të tjera. Ishte ky miku im dhe njeriu që ndërmjetësonte komunikimin e Adem Jasharit me Ibrahim Rugovën. Te ganiu takohen burëria, devotshmëria kombëtare dhe pastërtia e modestia njerëzore. Ganën, mikun tim, e falenderoj nga zemra për realizimin e këtyre dy emisione, duke i dëshiruar shëndet dhe jetë të gjatë. Zoti e rujt atë dhe familjen e tij të mrekullueshme. Shikues të nderuar, të rënë për Kosovën nuk kishin më çka të japin më shumë se jetën. Ne të tjerëve na mbetet që ata t'i kujtojmë dhe t'i nderojmë duke e thënë të vërtetën, për ta dhe për të gjitha ngjarjet e asaj kohe. E vërteta, e thënë, është porosia më e mirë për ata në amshim dhe për gjeneratat e reja të cilve ua kemi borxh ta themi të vërtetën, e cila çdo herë ekziston, por jo çdo herë po thuhet dhe po dëshmohet. Lavdi të rënëve për Kosovën, nga lufta e dytë botërore deri tek dëshmorët dhe invalidët të luftës së fundit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Respekt dhe nderim të gjithë veprimtarëve për çështjen e Kosovës, nga Adem Demaçi, Ibrahim Rugova, Anton Qeta, Zekiria Cana e shumë të tjerëve. Më rënë nga pak, me jërëshim, të fala u kanë bënë kërdesin, kam kanë gëllës në të parimet, që jemi marrë vesh, besa besuar, besa vetëm një vdekje, se tjetër s'kallë këtë jetë, dhe një fjallë e mirë. Kemi dhonë që qka në duhet tonë se bashkë dhe të dhonë një jetën, dhe vetëm besa besën edhe një vdekje tjetër s'kallë. Pini ujë rrugove, hani vipa qips, udhëtoni me fibula, banoni me lesna ndërtimi dhe mjekoni me pajisjet e kompanisë Medika, me pronart Ardin dhe Dan. Miru pofshim. Fakte me Adnan Merovcin për krahet nga ujë rrugove, vipa qips, lesna ndërtimi dhe Medika.